Komisioni Evropian njeh çështjen Çame si një prej çështjeve të pazgjidhura mes Shqipërisë dhe Greqisë dhe i ka dhënë bekimin agjendës së propozuar nga ministri i jashtëm Ditmir Bushati për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Komisioneri Johannes Hahn gjatë një seance me eurodeputet ka deklaruar se komisioni njeh si çështje të pazgjidhur edhe atë të kufive detar dhe mirëpret krijimin e një mekanizmi të përbashkët për t'i adresuar. Ora News ka arritur të sigurojë qëndrimet zyrtare të komisionerit Hahn, ndërsa i ka kthyer përgjigje shqetësimeve të eurodeputetes greke Maria Spyraki mbi ato që ajo ka quajtur pretendimet irredentiste kundër një shteti antar nga ana e koalicionit qeveritar të Shqipërisë. Ligjvënësia greke ka referuar në qëndrimin e saj deklaratat e kryeministrit Edi Rama në konventën e PDI-s dhe protestën që komuniteti Çam organizoi gjatë vizitës së shefit të diplomacisë greke në Tiranë për të shtruar dy pyetje ndaj komisionerit Hahn. Ai konsideron komisioni veprimet e kësaj partie në qeveri të jenë në frymën e fqinjësisë së mirë, kjo duke qenë dhe një parakusht për antarësimin e Shqipërisë. A do të merren parasysh ngjarjet e mërsipërme në raportin e progresit për Shqipërinë? Përballë eurodeputetes, Hahn ka qenë i qartë dhe përmes saj duket se i ka dërguar një mesazh edhe Athinës zyrtare. Në nivelin politik, Komisioni voli në dukje pozitive se frekuenca e vizitave të nivelit të lartë mes autoriteteve të Shqipërisë dhe Greqisë është rritur. Ndër të tjera, vizita e ministrit shqiptar të punëve të jashtme në Athinë në muajin mars 2016 edhe vizita e ministrit grek të punëve të jashtme në Tiranë në qershor të 2016 në kuadër të 25 vjetorit të traktatit të miqësisë dypalësh ishin shenja të një angazhimi. Marrëdhëniet politike mes dy vendeve janë intensifikuar, gjithashtu edhe dialogu politik është formësuar më mirë. Komisioni mirëpriti faktin se të dy vendet po diskutojnë krijimin e një mekanizmi të përbashkët që do të mblidhet në mënyrë periodike për zgjedhjen e çështjeve të pazgjidhura dypalëshe. Këtu përfshihet përcaktimi i shelfit kontinental dhe zonave detare shqiptaro-greke, të drejtat e personave që u përkasin minoriteteve edhe çështjen Çame. Qëndrimi An është përshëndetur nga kryetari i Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet Shpëtim Idrizi, i cili e konsideron orë të bardhë për Çamërinë. Kreu i PDI-s thotë se puna e palodhur, sakrifica dhe dashuria për kauzën e rikthimit të dinjitetit të popullsisë martire Çame solli futjen zyrtare të çështjes në agjendën zyrtare të Bashkimit Evropian. Fitoria Jon e radhës përfundon deklaratën e tij kreu i PDI-s.